në programin e vet politik në kuadër të agjendës Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sot kjo kërkesë u diskutua në konferencën e kryetarëve, ku çuditërisht përfaqësuesit e majorancës në konferencë vendosën që në kuvend nuk do duhet të ketë debat. Edhe pse kërkesa e opozitës është tërësisht në përputhje me rregullorën, majoranca doli edhe një herë zbuluar që nuk dëshiron debat parlamentar. Sot dolën zbuluar edhe pse nuk lejuan debatin parlamentar në seancën e datës 18 shtator, ku programi i qeverisë dhe përbërja e Këshillit Ministrave kaloi në votim pa debat. Sot u rrëzua edhe alibia e trash që opozita nuk dëshironte debat, se prishi seancën, sepse vota e sotme në konferencën e kryetarëve dëshmuan qartë se kush janë ata që ikin debatit parlamentar. Kush e don kuvendin e Shqipërisë që të jetë me mec, të mos diskutoj, të mos debatoj, të mos analizoj. Është e paimagjinueshme për çdo parlament funksional në çdo vend demokratik që qeveria, pra shumica, t'ik debatit për prioritetet e qeverisë. Por për Shqipërinë kjo është mëse e kuptueshme, sepse s'kan as prioritet, as program, as arritje për cilat do duhet vinë t'ja bëjnë transparent në kuvend qytetarëve shqiptar. Mohimi i drejtës për debat të kërkuar nga opozita tregon mendsinë e Edi Ramës për ta bërë Shqipërinë nga republikë parlamentare në republikë kryeministrore. Edi Rama don një kuvend pa gojë dhe pa mendje, fiks ashtu siç ka përbërjen e re të grupit vet parlamentar, cilët as mendojnë, as reagojnë, as flasin, vetëm votojnë sa herë urdhrohen nga Edi Rama. Kërkesa për mocion me debate opozitës ishte e qartë, konkrete dhe lidhej me një çështje për cilët qytetarët shqiptar meritojnë transparencë. Kuvendi duhet jetë dhe për ne është vendi ku debatohet, ku flitet, dhe jo vendi ku votohet çfarë është interesi personal i Edi Ramës. Dua të siguroj qytetarët shqiptar se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të shfrytëzojë çdo mekanizëm parlamentar për të realizuar debatin e munguar dhe të mohuar sa i takon prioriteteve të programit qeverisës që është paraqitur në kuvend, i cili më shumë ka gafa se sa çështje në interes qytetarëve shqiptar, por gjithashtu edhe për integritetin e antarëve të kabinetit të ri qeveritar. Gjithashtu po sot u refuzua një tjetër mocion me debat për miratimin e një rezolute për dënuar gjenocidin serb të kryer në Kosovë, me qëndrime dhe pretendime absurde të tipit që do duhet ishte bërë në vitin 1999. E vërteta është që kuvendi i Kosovës ka miratuar në 17 maj 2019 një rezolut për dënimin e gjenocidit serb të kryer në Kosovë. Aso kohe, grupi ynë parlamentar, siç ju e dini, nuk ishte prezent në kuvendin e Shqipërisë. Në vizitën zyrtare të 16 dhjetorit 2020, presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, ndër të tjera do të bënte këtë thirrje. Ju e dini që rruga e Kosovës ka qenë gjithmonë plot sfida, i gjithë procesi ynë i ndërtimit dhe Shqipërinë e kemi pasur gjithmonë në krah. E vërteta është se Serbia ka kryer krime lufte dhe gjenocid dhe nuk ka një të vërtet tjetër dhe këtë e ka parë e gjithë bota pasi ka ndodhur në sy të saj. Por që të mos përmbyset e vërteta, ne kemi nevojë për mbështetjen e Shqipërisë, që të jetë zëri ynë atje ku ne nuk kemi zë. Kosova ende nuk ka ulse në një numër të madh
të organizatave ndërkombëtare dhe aty kemi nevojë për ndihmë nga Shqipëria. Me kërkesën tonë duam t'i bëjmë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që të miratoj një rezolut që do dënonte gjenocidin serb në Kosovë. Këtë e ka bërë Kuvendi ynë dhe duam që pas nesh të jetë edhe Shqipëria në mënyrë që t'jemi të bashkuar. Në përgjigje të kësaj thirrje të Presidentes Republikës Kosovës, grupi ynë parlamentar menjëherë sapo është kthyer në Kuvend në vitin 2021 ka paraqitur kërkesën për mocion dhe finalizimin me një rezolut ku Kuvendi i Shqipërisë dënon gjenocidin serb të kryer në Kosovë. Për 4 vite kjo kërkesë ka mbetur në zyrtaret e kryetarëve të Kuvendit, 3 deri më tani, dhe kjo është arsyeja pse në nisjet e legjislaturës re, për shkak se aktet e legjislaturës vjetër na janë kthyer mbrapsh, kemi dërguar mocionin me debat dhe kërkesën për miratimin e një rezolute që dënon Kuvendi i Shqipërisë dënon gjenocidin serb. Kjo kërkesë sot në konferencën e kryetarëve është refuzuar dhe pyetja që unë kam për grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe për kryeministrin dhe kreun e mazhorancës Edi Rama është pse refuzon që Shqipëria t'i bashkohet Kosovës në dënimin e gjenocidit serb të kryer në Kosovë. Kjo do t'ishte edhe një ndihmë reale që Shqipëria do t'jepte edhe në kuadër të procesit pa drejt që po realizohet ndaj udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Edhe mbi këtë çështje, sigurisht që ne nuk heqim dorë, do të përdorim çdo mekanizëm parlamentar për ta çuar përpara këtë kërkesë të drejtë që nuk është kërkesë thjesht dhe vetëm e demokratëve, por unë kam bindjen që është kërkesë e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Ne do duhet jemi në krah të popullit Kosovës, qytetarëve të Kosovës dhe të institucioneve të Kosovës dhe t'i përgjigjemi pozitivisht një ftesë që ka 5 vite pa përgjigje nga qeveria shqiptare të presidentes Kosovës, zonjës Vjosa Osmani. Zoti Bari, e kërkoni që do të shfrytëzojmë çdo aksion. Kjo do të thotë që ju edhe mund të merrni parasysh po themi atë kërkesë që tha zoti Balla sot që për të përsëritur mocionin me debat, pra ka ndonjë mundësi që ju ta përsërisni mocionin me debat, sikurse Nëse ju zbardhni dhe besoj do zbardhe sepse shërbimet e Kuvendit do ta bëjmë mbledhjen e sotme të konferencës kryetarëve, zoti Balla ka ndryshuar qendrim 3 herë brenda mbledhjes. Pra një herë dha mirëkuptimin, më pas nuk di ç'a ndolli, megjasa duhet ketë marrë ndonjë urdhër apo porosi, u tërhoq nga qëndrimi që mbajti në konferencën e kryetarëve. Pra fillimisht tha që le të zbardhet ky diskutim që u bën në konferencën e kryetarëve dhe mbi bazën e këtij diskutimi të bëjmë debatin parlamentar dhe kur unë dash dakordsinë që po dakord le të zbardhet dhe të vazhdojmë përpara me debatin, tha jo prit se u keq kuptova, unë nuk lash mirëkuptimin. Që kështu nuk merrem me çfarë thot zoti Balla, mocioni jonë është dorëzuar zyrtarisht sipas nenit 98 të rregullores. Ai është i detyrueshëm, pra konferenca e kryetarëve nuk mblidhet për diskutuar pranohet apo jo mocioni. Mblidhet për të caktuar datën, kështu thot rregulloria, dhe kohën e debatit. Që kështu me lojra për t'i ikur debatit, kemi 3 javë që kemi shndërruar Kuvendin e Shqipërisë nga një vend ku diskutohet, debatohet, jepen ide, alternativa, propozime në një vend memec, ku shkohet në seancë, bëhen ca njoftime, ngren kartonat jeshil me mecët në grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe aty mbyllet seanca. Nuk është kjo detyra e Kuvendit të Shqipërisë sipas Kushtetutës së Shqipërisë. Po Ambrozi. Pyetje për një zhvillim të fundit. Duke qenë se ju jeni edhe jurist. Ju njeriu do jeni gjykator kushtetuese, pasi kushtetuesi do duhet ta stoponte procesin për zgjedhjen e pjesëve në kryeqytet. Por pa momentin pakshi ministrat e ka çuar vakancat për të gjashta bashkitë, duke e lënë kështu një farë në tekstura e presidentit dhe ku ti se donë në rast për faktor për presidentin një afat 48 orë për detektimin e datës së zgjedhjeve nga momenti kur njoftohet për vakancat.
interpretimin tuaj si jurist, po dhe si qendrim I Partisë Demokratike, në këtë rast, cila do duhet të ishte veprimi që do bëhet dhe cili institucion një farë merr për shkelje në këtë rast, është presidenti apo Këshilli Ministrave? Së pari do duhet t'i kujtojmë qytetarëve shqiptar që ky është një skenar që është parajmëruar nga kreu I Partisë Demokratike në një konferencë për shtyp ku bëri me dije dhe transparencë qytetarëve shqiptar planin që kishte Edi Rama për të keq përdorur presidentin e Republikës dhe për të shkelur Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kushtetuta është e qartë, qoftë për organin që vendos për shkarkimin, qoftë për të drejtën e ankimit që ka organi I shkarkuar. Dhe në mënyrë automatike, thot Kushtetuta, vendimi I shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti I Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me Kushtetutën, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bajram Bega I ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Ka treguar në të shkuarën e tij që nuk pyet as për kushtetut dhe as për ligj. Por kjo do të ishte një nga ato shkeljet e rënda në ushtrim të detyrës që sjell përgjegjësi për presidentin e Republikës, sepse është e zeza mbi të bardhë në kushtetut që në momentin që ankohet në gjykatë kushtetuese, ndryshe pastaj humbet efektivitetin e drejta për të ankuar në gjykatën kushtetuese. Ky është një vendim që do ta marrin strukturat e Partisë Demokratike, pra kryesia e Partisë Demokratike. Unë uroj shumë që presidenti I Republikës të respektoj Kushtetutën, gjithashtu di që kërkesa përkatëse, edhe pse kam zero interes për fatin e Erion Veliaj, pra për mua dhe për Partinë Demokratike, do duhet ishte shkarkuar shumë kohë më parë për shkelje të rënda të ligjit tashmë provuara edhe nga prokuroria, por sa kohë ka një proces që e përshkruan Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, ajo do duhet të respektohet. Dhe unë besoj që edhe gjykata kushtetuese ka një rol për të luajtur në këtë drejtim dhe besoj pas marrjes për trajtim të kërkesës do duhet njoftohet atë që kushtetuta ka automatike pezullimin e efekteve të vendimit të Këshillit Ministrave. Gjykata kushtetuese sapo ka dhënë një përgjigje për News, ka thënë se në qoftë se kemi publikuar në regjistër të bazë vletshme me njoftimin publik. Nëse zoti Bega I shpallë në zgjedhjeve, pra do të jetë shkelje kushtetuese përmes këtij mesazhi, apo dhe nëse e shpallë në zgjedhje, apo do inicioj Partia Demokratike shkarkimin e presidentit të Republikës? Nuk e kam lexuar të plot përgjigjen e gjykatës kushtetuese, por procedura e kërkon që në momentin që kërkesa regjistrohet në gjykatën kushtetuese, pra ajo pranohet si kërkesë ankimore, automatikisht pezullohet. Dhe në gjykimin tim, edhe për të shmangur një përplasje institucionale, gjykata kushtetuese nuk do duhet kurse vetëm me regjistrimin në regjistër, por duhet sqarojë që vendimi I Këshillit Ministrave është pezulluar. E përsëris nuk do të kishte shkelje më flagrante. Besoj Ambrozia nuk është juriste, ju nuk jeni jurist, po e keni lexuar nenin në kushtetut, pra nuk ka nevojë të jesh jurist për të kuptuar që në momentin që depozitohet ankimi në këtë rast në gjykatën kushtetuese, pezullohet automatikisht. Nuk ka shkaqe, pra ka një gjë për ta qartësuar, nuk ka shkaqe të tjera për të shkarkuar antarë të Këshillit Bashkiak apo kryetar bashkisë përveç atyre që parashikohen shprehmisht nga kushtetuta. Pra ligji zbërthen atë që ka autorizuar kushtetuta, nuk shton rrethana të reja. Përpasoj procesi normohet vetëm nga kushtetuta, se bëhet fjalë për një mandat të fituar nga vullneti I qytetarëve, pra mandat kushtetues. Dhe siç janë rastet e përfundimit mandatit
për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, ku shkaqet janë të listuara në kushtetut, në të njëjtën gjë edhe shkaqet për shkarkimin e një kryetari bashkie janë të listuar në kushtetut. Por e përsëris nga Bajram Begaj, unë pres ta shpall Shqipërinë edhe Republikë kryeministrore. Pra, çdo gjë që i shkon nga Edi Rama nuk konsultohet as me kushtetut dhe as gjë tjetër, ka vetëm një Bibël, Kuran, që është urdhri i kryeministrit Edi Rama. Gardi ju parlemroni që do jetë në një marrje kryesisë sa i takon deputetit apo jo të presidentit kryesisë të Bashkinë e Tiranës. Do thotë kjo që kjo bashki është e ndarë nga 5 bashkitë e tjera dhe ju do merrni pjesë në garën për 5 bashkitë e tjera? Kjo besoj është një çështje që ju e keni trajtuar në shumë konferenca për shtyp, edhe përgjigjen e keni marrë, nëse doni dhe nga mua, ne nuk bojkotojmë zgjedhje. Ka qenë një përgjigje e qartë institucioneve të partisë në mënyrë konstante. Në këtë rast pastaj do duhet të ketë një vlerësim nga kryesia e partisë, sepse kjo do t'i bënte zgjedhjet antikushtetuese, pra të shpallër zgjedhje në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjin do të thotë që po organizon zgjedhje të palishme. Duke që se ju për Tiranën keni bërë një grup të mandatuar puna. Do të jetë e njëjta ashtu edhe në 5 bashkitë e tjera, apo do të ketë primare ose si do të cilët kandidat? Unë besoj që procesi është duke u ndjekur nga kryesitë e degëve përkatëse, duke qenë se edhe këtu ka një shkelje, sepse ne jemi gjithë dëshmitar që disa kryetar bashkie, pra përjashto kryetarin e bashkisë Vlorës, e kanë dhënë dorëheqjen për shkak të kandidimit disa muaj më parë dhe sipas kushtetutës dhe ligjit, momentin që dorëhiqet një kryetar bashkie, bashkia kalon brenda 45 ditëve në zgjedhje të reja për kryetarin e bashkisë. Tashmë kanë kaluar muaj të tërë dhe në këtë moment gjeti vullnetin Edi Rama për të vënë procesin lëvizje dhe në këtë moment do ndodhi kjo, por kryesitë e degëve përkatëse kanë qenë të përgatitura për zgjedhje në ato bashki. Faleminderit juve.